Në zemër të qytetit të Shkodrës, pranë Hotel Rozafa, ka nisur të hapet kantieri një kulle 35 katëshe, kulle cila ka revoltuar komunitetin vendas. Komuniteti musliman dhe i ortodoks në Shkodër kanë shpërthyer publikisht kundër ndërtimit të kësaj godine, duke denoncuar një grabitje të dytë të pronave të tyre historike, këtë herë bekuar nga shteti dhe e zbatuar nga oligarkët e ndërtimit. Në një konferencë të përbashkët, Muftiu Muhamed Sytari dhe kreu i kishës ortodokse, At Aleksander Petani, akuzuan qeverinë dhe institucionet e drejtësisë se kanë lejuar ndërtimin në një truall për të cilin ekzistojnë vendime gjyqësore në favor të komuniteteve fetare. Sot në zemër të Shkodrës po ndodh një grabitje flagrante, shembulli më i keq që jep shteti, i cili lejon të ndërtohet në pronë të grabitur. Ne kemi fituar gjyqe, kemi të gjithë letrat dhe paradoksalisht ndodhemi në këtë situatë. Komuniteti musliman i ka të gjitha instrumentat për të bërë çfarë nuk është bërë deri më sot, deklaroi Imami Sytari, duke shtuar se në çdo formë reagimi do të përdoret, por gjithmonë brenda kuadrit ligjor. Ai paralajmëroi se ky është një precedent i rrezikshëm dhe një goditje e rëndë ndaj të drejtës për pronë dhe besim. Sipas tij kemi të bëjmë me një rigrabitje të pronës së ligjshme, që po lejohet edhe nga shteti, ndërkohë që institucionet që duhet ta zgjidhnin çështjen, heshtin ose favorizojnë palët e interesuara. Në të njëjtën linjë akuzash të forta ishte edhe At Aleksander Petani, i cili theksoi: "Në vendet ku duam të hyjmë, në Bashkimin Evropian, 3 ligjet e para janë liria, feja dhe prona. Këto po shkelen me këmbë dhe po grabiten." Ai shtoi se komuniteti ortodoks është në gjyq prej 35 vitesh dhe se gjykata kushtetuese ka dhënë vendim për kthimin e pronës, por pavarësisht kësaj, një kompani private ka nisur ndërtimin pas një konsultim me palët që kanë fituar të drejtën me vendim gjykate. Feja dhe prona po grabiten nga njerëz që nuk i njohim. Jemi lodhur, kjo është dhunë institucionale me leje ndërtimi, tha ai. Kulla Rozafa Tower po ndërtohet nga kompania Uldedaj Group. Është projektuar si godina më e lartë në qytetin historik të Shkodrës dhe simboli i radhës i betonizimit që ka shkaktuar reagime të forta që për i prezantimit të projektit. Qytetarët shkodran kanë protestuar prej më shumë se një viti kundër lejes së ndërtimit, ndërsa tashmë edhe komunitetet fetare janë bashkuar në rezistencë të hapur.